Gjumi në Ramazan, midis pushimit dhe adhurimit. Ramazani është muaj ndryshimit. Ndryshon ritmi i ditës, ndryshon rutina e natës, dhe shpesh ndryshon edhe gjumi besimtarit. Netët bëhen më të gjata me adhurim, ndërsa ditët bëhen më të vështira me agjërim. Por një pyetje lind shpesh: a duhet ta kaloj besimtari ditën e Ramazanit në gjumë? A është gjumi qëllimi i këtij muaji, apo është vetëm një nevojë e trupit? Përgjigja gjendet në jetën e njeriut më të mirë që ka ecur mbi këtë tokë, Muhamedit alayhis salam. Ramazani nuk erdhi që ta kalojmë ditën në gjumë edhe natën në shpërqendrim. Ai erdhi për të zgjuar zemrën, për të forcuar shpirtin dhe për të afruar njeriun tek Allahu. Gjumi është një mëshirë nga Allahu. Ai i jep trupit pushim. Ai i rikthen energjinë. Por kur gjumi bëhet mënyrë për të vrarë kohën, atëherë njeriu humbet një nga qëllimet më të mëdha të Ramazanit. Sepse çdo moment i agjërimit është adhurim, çdo minutë është një mundësi për shpërblim. Profeti alayhis salam ishte njeriu më i ekuilibruar. Ai nuk e privonte trupin nga pushimi, por as nuk e linte jetën e tij të dominohej nga gjumi. Ai flinte natën, por edhe zgjohej natën për t'u falur. Ai pushonte kur kishte nevojë, por ditën e kalonte në adhurim, punë dhe përkushtim. Në Ramazan, ai nuk e kalonte ditën duke fjetur. Ai e jetonte çdo moment me vetëdije. Ai lexonte Kur'an, përmendte Allahun dhe udhëzonte njerëzit. Ai e dinte se këto ditë ishin të kufizuara dhe çdo moment ishte i çmuar. Islami nuk e ndalon gjumin, përkundrazi, e konsideron atë një nevojë natyrore, por Islami kërkon ekuilibër. Besimtari duhet të flej aq sa ka nevojë për të rifituar forcën, por jo aq sa të humbas mundësitë e adhurimit. Një pjesë e gjumit gjatë natës, një pushim i shkurtër gjatë ditës, nëse është e nevojshme. Ky pushim i shkurtër, i njohur si kailule, ishte një praktikë e njohur në jetën e Profetit alayhis salam. Ai ndihmon trupin dhe e përgatit besimtarin për adhurimin e natës. Kur njeriu e kalon gjithë ditën duke fjetur, ai humbet shumë më tepër se sa e kupton. Ai humbet kohën e lutjeve. Ai humbet mundësinë për të lexuar Kur'an. Ai humbet momentet e përmendjes së Allahut. Agjërimi nuk është vetëm ndalim nga ushqimi, është një gjendje e vazhdueshme adhurimi. Gjumi i tepërt mund ta bëjë zemrën të rëndë dhe shpirtin të embël. Profeti alayhis salam ishte aktiv. Ai nuk e ndërpriste jetën e tij për shkak të agjërimit. Ai vazhdonte të udhëzonte, të lutej dhe të jetonte me përkushtim. Ai e përdorte ditën për adhurim dhe natën për adhurim. Ai gjente ekuilibrin perfekt mes pushimit dhe përkushtimit. Ai na mësoi se trupi ka të drejtë për pushim, por shpirti ka nevojë për adhurim. Dita duhet të jetë organizuar me qëllim. Pas fytyrit dhe namazit të sabahut, një pushim i shkurtër mund të jetë i dobishëm. Gjatë ditës, besimtari mund të punojë, të lexojë Kur'an, të bëjë dhikr dhe të qëndrojë i lidhur me Allahun. Një pushim i shkurtër është i dobishëm, por jo gjumi i tepërt që e kalon gjithë ditën, sepse Ramazani është një mysafir i përkohshëm dhe çdo ditë që kalon nuk kthehet më. Islami është fe e ekuilibrit. Ai nuk kërkon që besimtari të dëmtojë trupin e tij, por as të neglizhojë shpirtin e tij. Gjumi është një mjet, jo qëllim. Qëllimi është afërsia me Allahun. Qëllimi është pastrimi i zemrës. Kur besimtari e përdor gjumin me urtësi, ai fiton forcë për adhurim, por kur e tepron, ai humbet një mundësi që nuk kthehet më. Ramazani nuk është muaj për të fjetur më shumë, është muaj për të jetuar më shumë me Allahun. Fli aq sa të rifitosh forcën, por mos fli aq sa të humbësh mëshirën, sepse ndoshta një lutje që mund ta kishe bërë u humb në gjumë që nuk ishte i nevojshëm. Ramazani është një dhuratë, një mundësi, një thirrje. Mos e kalo në gjumë, por jetoje me zemër të zgjuar.